Kandidatja për deputete në qarkun e Vlorës e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore Alta Azizia Luci, në vazhdim të takimeve elektorale në kuadër të zgjedhjeve të 11 majit, ka takuar pensionistë të Vlorës të rajonit numër 1. Haluci shoqërohej dhe nga ish-kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës Agron Shara. Sipas Halucit, pensionistët janë kontribuesit ndër vite të Vlorës, janë brezi krenarisë së këtij qyteti, që kanë hedhur themelet e të tashmes që ne jetojmë. Por sipas saj ata janë njëkohësisht edhe brezi vuajtjeve, sakrificave dhe jetës së vështirë. Jetesa e vështirë që vazhdon edhe sot me pensionet qesharake që marrin, thot kandidatja e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Sipas saj, ajo dëgjoi problematikat që pensionistët i ngritën, ndërsa premtoi se pas 11 majit ato do të marrin fund. Haluci garantoi pensionistët se paketa e dhimbshurisë e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore do të garantoj për ta veç përmirësimin e situatës ekonomike, ndërsa tha se vota për Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore është vota e ndryshimit të merituar. Kandidatja për deputete në qarkun e Vlorës e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Alta Azizia Luci, vion vizitat edhe në biznese. Përshëndetje të nderuar miq. Sapo dolim nga një takim me punonjësit e Format Plusit, një biznes tepër i suksesshëm. U treguam alternativat e qeverisjes Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore dhe çfarë mund të bënin për biznesin e vogël, për biznesin e mesëm dhe për biznesin e madh. Na e pritën ndryshimin, e mirëpritën ndryshimin ton. Ju lutem, votoni Partinë Demokratike, votoni numrin 1, votoni Alta Azizia Luci.